100 vjet pas ardhjes së Islamit, perandoria islame arriti të shtrihet deri në Afrikë, Persi, Indi, Kinë dhe Spanjë. Civilizimi islam nuk do të mund të zhvillojë aq më pak të lulëzonte duke pasur paragjykime kulturore e fisnore. Ishte fuqia e thirrjes së të dërguarit, paqe qoftë për të, që mundsoi një bashkëjetesë paqësore në flamurin islam në shumë vende të botës. Historiani Gibb shkroi: asnjë shoqëri tjetër nuk ka shënuar sukses të tillë në ofrimin e mundësive, barazin dhe bashkimin e një numri kaq të madh të njerëzve edhe racave të ndryshme njerëzore. Islami e nderuan fuqinë e pajtimit mes racave dhe traditave, madje edhe të atyre që duken të papajtueshëm. Padyshim ky ndryshim nuk ka ndodhur brenda natës. Përkundrazi, ishte kulmi i përpjekjeve jetësore të pejgamberit, paqe qoftë për të, për ta çrrënjosur racizmin, fanatizmin fisnor dhe ndarjen e shoqërisë në klasa. Ai jo vetëm që lironte robërit, por edhe i nderonte dhe i çonte në familjet më fisnike të shoqërisë së tij, duke propozuar martesë në emër të tyre. Brenda më pak se 2 dekadave, arriti t'i nderoj burrat dhe gratë, autoriteti të cilëve ishte shkelur e poshtëruar i gjithë jetën. Kjo ka ndodhur në shkretëtirat e Arabisë, qysh para 14 shekujve, një botë krejtësisht ndryshe nga ajo në të cilën jetojmë sot, por në mënyra të ndryshme, shumë më e përparuar se kjo e sotmja. Duhet ta pranojmë se kemi shumë çka për të mësuar prej tyre, sepse me gjithë zhvillimin e madh përgjatë viteve, racizmi shpesh di të jetë një nga problemet më të mëdha të kohës së sotme. E kemi për detyrë të ngritemi me vendosmëri kundër kësaj dukurie, kurdo që ajo paraqitet. Abraham Lincoln ka thënë: ata që u mohojnë lirinë të tjerëve nuk e meritojnë as për vete. Jo shumë kohë më parë, sklevrit që vraponin për liri, qëllimisht lihesh në vijën e parë të frontit për t'i lënë të vdesin. Madje edhe prapa agjendave politike, në të vërtet pak njerëz u intereson për ta. Janë liruar me mira sklevër dhe kanë mundur të lirojnë edhe me mira të tjerë, sikur ata ta dinin se kanë të drejtë të jetojnë të lirë. Nelson Mandela ka thënë: rruga drejt lirisë asnjëherë nuk është e lehtë. Kërkoj që njeriu të përmirësojë jo vetëm gjendjen e tij, por të jetë i guximshëm, të kërkojë për çdo burrë dhe grua të trajtohet me respekt dhe dinitet. Dhe kjo vlen për gjithë njerëzimin, pasi Mandela në një tjetër thënie ka thënë: liria jon nuk është e plot derisa dhe palestinezët të realizojnë lirinë e tyre. Gjithsesi, kërkimi i lirisë nuk ka nevojë të bëhet përmes dhunës, pasi me butësi mund të trazoni botën, ka thënë Gandhi. Shekulli i kaluar është shoqëruar me mjaft lëvizje antiraciste dhe antikoloniale. Martin Luther King, i riu, ka thënë se errësira nuk mund të largojë errësirën, vetëm drita mund ta bëjë atë. Urrëtia nuk e largon urrëtin, vetëm dashuria mund ta bëjë atë. Ai ka pasur një ëndër, se një ditë bijtë e ish sklevrëve dhe bijtë e ish pronarëve të sklerëve do të mund të uleshin bashk në tryezën e vëllazërisë. Malcolm X në pjesën më të madhe të jetës së tij mendoi se vëllazëria botërore ishte pamundur, duke thënë: besoj në vëllazërinë mes gjithë njerëzve, por jo në vëllazërinë e atij që nuk praktikon atë me mua, sepse vëllazëria është e dyanshme. Mirë po, kur e kreu haxhin në Mekë, e kuptoi se përmes thirrjes mbar botërore të pejgamberit, të gjithë njerëzit mund të bashkohen. Bota ka nevojë ta kuptojë Islamin, sepse kjo është vetëm një fe që largon problemin e racizmit nga shoqëria. Por gjatë udhëtimeve të mia në botën islame, kam takuar njerëz të vendosur në luftimin e racizmit dhe është feja islame ajo që i ndriti mendjet e tyre për një jetë të përbashkët. Ajo që Malcolm X e përjetoi ishte fuqia e porulësisë, dhe kjo nuk nënkupton se duhet konsideruar veten të ulët. Ai ka thënë: nuk mund t'i urresh rrënjët e pemës pa urryer vetë pemën. Pra të duash origjinën dhe vatanin është e domosdoshme, por problemi i racizmit është se dikush e mendon veten më të mirë se tjetri për shkak të mënyrës se si është krijuar. I dërguari, paqe qoftë për të, ka qenë udhëheci më i mirë që ndonjëherë ka jetuar. Pavarësisht prej ardhjes së tij fisnike, fakti që ishte udhëheqës shteti dhe përkushtimit që pasuesit tregonin ndaj tij,
Ai megjithatë zgjodhi të jetojë në një shtëpi të thjeshtë, të flinte në kasht, të vishte të njëjtat rroba dhe të ulej në të njëjtin vend me pasuesit e tij, saqë një emisar nuk mund ta dallonte dot atë nga shoqëruesit e tij. Nuk kishte rëndësi nëse ai ndodhej në mesin e ish sklevërve apo udhëheqësve. Ëndra e tij ishte të jetonte në një botë në të cilën këto gjëra nuk kishin rëndësi. Për ta realizuar ëndrrën e të dërguarit, paqja qoftë për të, ne duhet i largojmë paragjykimet tona dhe të marrim hapa konkrete për t'i dhënë fund diskriminimit në çdo nivel. Është e lehtë të lexojmë, të flasim apo të ligjërojmë për barazinë racore, por është e vështirë të zbatojmë atë në jetët tona. Dje ula në park me një mikun tim të vjetër, e derisa po e shikonin fëmijët duke luajtur, disi e kuptova se djali i tij i madh ishte jetim nga një shtet tjetër të cilin ai e kishte marrë nën kujdes. Isha impresionuar me mirësjelljen dhe trajtimin e barabartë që ai bënte jetimit, një lloj sikur djalit të tij biologjik. Ai më tha se ishte inspiruar nga i dërguari, i cili e kishte liruar Zeidi ibn Harithi nga skllavëria dhe e kishte trajtuar aq mirë saqë Zeidi nuk deshi të kthehej tek Jati. Të gjitha gënjeshtrat rreth Muhamedit janë të turpshme. Si arriti një njeri t'i bashkoj fiset në konflikt e beduinët dhe të formoj shtetin më të fuqishëm dhe më të civilizuar në botë brenda më pak se 2 dekadave. Ai erdhi ta ringjall botën sepse vetë krijuesi i botës urdhëroi ashtu. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin për ty, o i dërguari i Allahut.